të gjitha partitë kanë thënë që nuk janë kundër mërgjimtarëve, nuk janë kundër mërgatës. Pra pse ju po paragjykoni që mërgata është vetëm në favor të një partie? Dhe e fundit, po tash këto janë zgjedhje të reja, partitë kanë deklaruar që nuk janë kundër pjesëmarrjes së mërgatës, dhe siç e thash, si presidente kam detyrim që të zgjedh një datë kur kemi pjesëmarrje më të madhe, e jo pjesëmarrje më të vogël të qytetarëve me të drejtë vote. Dhe sipas ligjit që e kanë miratuar po këto parti politike, mërgata ka të drejtë të barabartë për votë me të gjithë qytetarët që jetojnë çdo ditë në Kosovë. Kjo është e drejtë e garantuar me ligj, të cilën ja u kanë dhënë të gjitha partitë shqiptare pa dallim. Pra ata kanë të drejtë të votojnë, dhe në qoftë se kanë të drejtë të votojnë e janë në Kosovë në atë datë, janë më se të mirë se ardhur. Se kur mërgata po investon në Kosovë, kur po dërgojnë remitanca në vlerë të buxhetit të Republikës së Kosovës, kur po investojnë në biznese që po krijojnë vende të punës, të gjithë po i dojmë. Rrjedhimisht duhet të i dojmë edhe kur të vinë me i vizitu familjet, edhe datën e zgjedhjeve, unë jam presidente edhe e tyre, dhe do ta mbroj të drejtën e tyre derisa jam në politikë dhe pavarësisht në çfarë pozicioni jam në politikë, po ju siguroj që vendimet janë veç me vedije, asnjëherë pa vedije.